Sot jam për vizitë në Tetsup nga Tetova, kompani e re e themeluar në vitin 2021, e cila merret me prodhimin e letrës dhe kartonit. Kjo kompani prodhon gota letre një përdorimshme për çaj, kafe, lëngje dhe akullore, si dhe produkte me materiale cilësore dhe të biodegradueshme, të destinuara për tregun vendas si dhe për tregun e jashtëm, konkretisht për tregjet në Serbi dhe në Itali. Kompania Tetsup e mbështesim përmes ligjit për mbështetjen financiare të investimeve. Bëhet fjalë për një kompani, produktet e së cilës janë në përputhje me standardet ISO dhe me harmoni me marrëveshjen e gjelbërt evropiane për të cilën ne si qeveri jemi të përkushtuar seriozisht. Në partneritet do të ndjekim rritjen e kësaj kompanie dhe investimin e saj në objekte të reja, si dhe kapacitete prodhuese të reja. Ky dhe është pikërisht qëllimi i planit të rritjes ekonomik për të mbështetur kompanitë, për të mbështetur kompanitë si Tetsup, për të mbështetur në partneritet, për të ndihmuar të investojnë dhe të zhvillohen. Faleminderit.